Fermeri i ri Roxhen Zgorani nga fshati Pocesti i Bashkisë Maliq po investon në kultivimin e pemëve arore, duke e konsideruar këtë sektor si një nga më fitimprurësit në bujqësi. Në fermën e tij ai ka mbill ara, lajthi dhe bajame, kultura për të cilat thosë se kanë kërkesë të lartë në treg dhe sjellin të ardhura të kënaqshme për fermerët. Sipas Roxhensit, zgjedhja për të përqendruar tek pemët arore ka ardhur pas studimit të kushteve klimatike dhe potencialit që ka zona për këto kultura. Kam të paktën vetë që kam mbill që mbaj mend që pemën e parë, kam të paktën që kur kam qenë në klasë të 6, klasë të 7 dhe është njëra ndër këto pemë tu dhe pastaj ka qenë pasion i vazhdueshëm gjatë gjithë kohës, domethënë dhe vazhdoj akoma mbjell pemë. Arorët janë një ndër kulturat të cilët realisht kanë të ardhura, domethënë që ja vlen edhe të kultivohet edhe të merret. Në krahas kulturave të tjera, ky është prapë një benefit ose një plus sepse nuk duan realisht shumë shërbime, sidomos në pjesën e mbrojtjes nga sëmundje të ndryshme. Ai shpreh se ka preferuar pemë autoktone pasi përshtaten më mirë me klimën dhe zonën e tokës, duke kërkuar më pak ndërhyrje dhe duke garantuar prodhime të qëndrueshëm. Kam varietete autoktone vendi, për shkak se edhe janë përshtatur me klimën e rajonit ton, por edhe për cilësinë e prodhimit, sepse janë shumë cilësore në aspektin e vlerave ushqyese që ato kanë. Fermeri i ri thotë se puna në bujqësi kërkon përkushtim dhe durim, por rezultatet janë pozitive, kur investimi bëhet në kulturat e duhura.